tira letrare ke, po e di që dhe set, po ashtu kanë qenë ndër pikat kështu që... Po kam botu edhe se po. Po e gjenë vetëm mas shumë, në cilën gjeni letrare po temi e gjenë? Me thonë drejten, disa më kanë vlerësu ma shumë të eseja, po gjenia letrare që më flenë ma shumë të edhe që arri të shpirtëroj fjallën, edhe arri ma shumë të latoj fjallën, është poezia, sepse disa autorë të hujmë kanë thonë e ki poezin shumë prekse. E ki poezin shumë, dhe me thonë, duhet njëri me kalu shumë sita, shumë prej peci për me, dhe me thonë, dhimbjen teme e kom bo universale. Je mundu me çdo kusht, me shfaq. Me shfaq edhe e vrejnë edhe të botimet e mija, e vrejnë lampën, dhe me thonë që edhe pse është e zvetnu në drita, edhe kom thonë që gjdo problem që kom pas, ose gjdo dhimbje që kom pas, kom e këthy në artë. Tash, po flasim për dhimbje, po flasim që tonë për sfidat e... Thella, tash lexoshmëria duhet me thonë bukur një vend. Së ne përdori shpreje neologjizma, përdori fjallë dhe me thonë të ndryshme që poezia me dalë sa ma arrirë artistikisht. Dhe neologjizmat i ku marrë për Ismail Kadares. Ismail Kadares është shkrimtari ose poeti që në letërsinë shqipe ka dhonë mas shumë të neologjizma. Edhe më kanë bo përshtypje, për shemull dritë e bëjt dritë i jetë. Edhe ka shumë, për shemull, ma bone një ditë një shok, tha, fejsta e kisha pa përdojnë një poezi, tha, Gjakimi. A i të më ndu që o gjaku, tash jo, Gjakimi është dëshirë, është gjakim për të arrit një sukses, është gjakim shpirtnur, nuk ka të bëj me gjak. Dhe me thonë, mundu në asa ma shumë neologjizma, inspiru prej Kadares, prej Alipodrimes, këtu për shemull të ky liber,